Më qafsh mu. Po, ikme mua bet por dhe kjo. Erdi kjo me na bo mua bet por dhe si ne ishim tu qesh këtë dhoma. Ja bote Luizi, shko më jam man, shko. Që, fa anche ridere, capisci? A kuptoti? Si s'është... Jo, mirë ridere, po ishte të ndjek tamin, ishte të ndjek tamin për të orë. Vendos mikrofonin. O, Briki, e ka ndjek tamin, vendos mikrofonin. Fiks mua bet por dhe fiks e tha. Ja. Brikena, vendos mikrofonin. Ky është mua beti... Baby Jim ka thanu, tanat zezat, si mund t'i thush ti një femre, edhe, në funit, kjo budel kjo si indinjume, sa i ka përmen una shemensa, si pa tjetër që të kërkojnë ndjes, po, jo me na bom neve këtu si indinjume. Oke, unë duhet me mshefë ndjenjat e mija. Ke qane para si e ti talesh dhe përqesh të njerëzit kanë momente dota dhe ke qane para si e ki për ndjek tanin, tu talë me situatën tane, e tani do me bo si serioze. Oke, shumë mirë. Ajde, Baby G, o ju vela jam prik, qa ka me situatë tjetër. Qa ke, as keni hiqfarë ndjenjat, as keni hiqfarë zemër, jeni shtriga, shtriga keqe, pa ndjenjat. Unë jam të jetan jam prik, a menon se jam kërnare me kjo mua bet? Unë hiqfarë nuk du me e tanë. Qa po më hynë punë, mua je kërnare, si kërnare. Pasi nuk ty në punë, rjetje, unë, edhe bëjë bukur, edhe shoqok, vazhdo me ditën, why do you get involved in everything I do? Leave me alone. Po pra, ti e para, ti për ndjek mua, vajzë, ti e për ndjeksja e bigot, ti e për ndjeksja. O vajzë dashur, njerëzit nuk për ndjekën, you get involved in my business, në çdo gjë une që bëj, ose fol ti atje. Po normal që flasë, do bo si indinjume. Pa fol për njerëz të tjerë. Jo për mua. Vlajman me marrë masa të rëndësishme për fjallin që tani i ka thënë Baby G, jo, tani do marrë masat vetë, dune do fol me tani vetë. Vlajman të lutem me marrë masa. Kjo që ka nofë nuk